shqiptar. Le të kthej 11 majin në nëntorin e dytë, ku shqiptarët çliruan Shqipërinë nga këta pushtues që kanë 35 vjet që po i pinë gjakun këtij vendi dhe këtij kombit. Kanë 35 vjet që plagçisin, grabisin, vjedhin tokën tonë të përbashkët, pasurinë tonë të përbashkët. Janë kthyer më keq se turqit në kohën e Skënderbeut. Le ta kthej 11 majin në ditën kombëtare të shpresës, për t'i dhënë një të ardhme këtij vendi dhe këtij kombit dhe për të thënë se shqiptarët janë këtu, se shqiptarët nuk dorëzojnë, se shqiptarët e duan me mish e me shpirt këtë vend dhe këtë komb. E çmenduri, teksa dëgjojmë kryeministin e Shqipërisë që thotë që do t'i jap shqiptarëve pasaportën europiane. Në 12 vjet qeverisje nuk arriti do t'i japi ujë për të larë kokën. Shqiptarët lajnë një javë. E çmenduri, është tragjedi po është realitet. Nuk e di se me çfarë guximi kurajo dalin përpara qytetarëve për të kërkuar votën. Kanë 35 vjet, të njëjtat fytyra, të njëjtat emra. Le të marrim në dorë fatin e vendit tonë. Në momentin e vetëm që na lejohet, votoni partitë e reja, votoni ndryshimin, votoni ide të reja, votoni fytyra të reja, votoni alternativa të reja. Votoni sepse ndryshimi vjen vetëm me votë. Kur është boll, është boll, dhe këta nuk dinë se kur është boll. E vetmja shpresë dhe vetmja mundësi është që të votojmë ndryshe, se Shqipëria si asnjëherë tjetër ka nevojë për ndryshim. Shqipëria si asnjëherë tjetër ka nevojë për shqiptarët sot.